Edi ulet në obor bashkë me Sasën, duke kërkuar pak qetësi dhe një njeri me të cilin mund të hapë zemrën. Ai duket i menduar, i raskapitur emocionalisht dhe me sy të lodhur nga netët pa gjumë. Sasa e vërën që ai po mbahej me vështirësi dhe e pyet but nëse është mirë, çka e shtyn Edin të flasë hapur. Me një zë të ulët, Edi i tregon se sa shumë po i mungon Dolçe që prej momentit kur ajo u largua nga shtëpia. Ai thot se e ka mësuar veten ta ketë pranë çdo ditë, të flasin, të qeshin dhe të kalojnë kohë bashkë, prandaj tani boshllëku që ka lënë ajo po i duket i padurueshëm. Edi shprehet se, edhe pse po mundohet të qëndrojë i fortë, e ndjen që çdo gjë në shtëpi i kujton Dolçen, derisa të njëjtën atmosferë nuk e përjeton më me askën tjetër. Më pas, ai shton me shqetësim se brenda vetes ka një ndjesi të keqe. Një lloj parandjenje që Dolçe ndoshta nuk do të kthehet më në Big Brother. Ai thot se nuk e di pse e ndjen këtë, por diçka i thot se situatat jashtë mund ta kenë ndryshuar mendjen e saj, ose ajo mund të ketë vendosur të vazhdojë rrugën e saj në Itali pa u rikthyer. Sasa e dëgjon me kujdes, duke e ndjerë që ai është me të vërtet i plagosur emocionalisht. Ajo i thot që të mos e humbas shpresën dhe se ndoshta Dolçe ka nevojë vetëm për pak kohë për të vendosur. Por Edi tund kokën, duke thënë se sa ditë kalojnë aq më shumë ai bindet që ndarja me të mund të bëhet e përhershme. Ai përfundon duke thënë se pavarësisht gjithçkaje, ndjenjat e tij për Dolçen nuk kanë ndryshuar dhe se do të donte vetëm një shenjë, një mesazh a diçka që t'i tregojë se ajo mund të kthehet. Në atë moment, Sasa mundohet ta ngushëllojë, ndërsa Edi mbetet me syt nga dera e shtëpisë, sikur pret që ajo të hapet dhe Dolçe të futet brenda përsëri.